kreu Prishtina, të cilën e përshëndesim fillimisht. Përshëndetje. Mirëmëngjes. Përshëndetje për juve. Mirëmëngjesi. Po e morëm këtë e pa postimin e juaj që ka të bëj pra me kontratat edhe me rrezikun që të ketë ndërprerje të furnizimit me ujë. Janë rreth 110.000 konsumator të KRU Prishtinës që ende nuk kanë nënshkruar kontrata për shërbime. Kjo është pa një cifër e madhe apo jo Arita? Po është një shifër e madhe dhe kjo fushat nuk ka filluar tash, po ka filluar qysh vite më herët, deri më tash afërsisht 70.000 konsumator kanë nënshkruar kontratën për shërbime, nuk është diçka tragjike. Ka pas konsumator që përmes postës u kemi dërguar në shtëpitë e tyre dhe e kanë kthyer të pa nënshkruar. Sidomos në ato lagje ku ka furnizim të rregullt me ujë, që janë lagje të vjetra të kryeqytetit. Mirë po tashmë është e detyrueshme, sepse kur e merr një shërbim dhe kur e jep një shërbim, patjetër që duhet të lidhësh kontratë dhe kontrata përmban të drejtat dhe obligimet e palëve për shërbimet e ofruara, të drejtat dhe obligimet e konsumatorit, mënyrën e faturimit për shërbimet e ofruara, procedurat për ankesa, kërkesa dhe shqetësimet konsumatorëve, si dhe dispozita të tjera të bazuara në legjislacionin në fuqi. Dhe me këtë rast ne kemi apeluar që të mos hezitojnë të nënshkruajnë kontratën për shërbime. Mos nënshkrimi i saj mund të rezultojë në pengesa në realizimin e të drejtave dhe obligimeve të dyanshme. A kanë filluar personat pra në këtë rast të vedisohen dhe të deklarohen për kontrata? Po, sipas një statistike të shkurtër, sepse ende nuk i kemi mbledhur gjitha informacionet, brenda 3 dite apo 4 dite janë nënshkruar mbi 200 kontrata për shërbime. Pra ka filluar një vedisim i konsumatorëve që të nënshkruajnë kontratën për shërbime dhe a dinë se çfarë është me rëndësi këtu. Ceket edhe shumë interesant që edhe përpara kemi pas fushata të tilla që i kemi ftuar të nënshkruajnë kontratën për shërbime, por në moment që ne e kemi cek se do të shkyqen nga shërbimi i furnizimit me ujë, normalisht që edhe vedisimi i qytetarëve është më i lartë për të nënshkruar kontratën. Po për fat keq duhet me ndërmarr kësi premtime ta themi kështu. Afati është 10 ditë nëse s'gaboj, nga dita e sotme? Kjo e thirrja e fundit. Në moment që konsumatorit i shkon në shtëpi kontrata, ka fat 10 ditor që të nënshkruajnë në të kundërtën shkyqen nga shërbime. Në të njëjtën kohë, edhe përmes qendrës së thirrjeve dhe personave të autorizuar, jemi duke bërë telefonata te ata konsumatorë aty ku i kemi numrat e telefonit, po i ftojmë që të nënshkruajnë kontratën për shërbime. Po ashtu, kemi edhe një ekip tjetër që vazhdimisht është në terren për të shpërndar kontrata për shërbime edhe në pikat e arkëtimit, por edhe te konsumatorët. Po, Arjeta dje ka qenë dita botërore e ujit edhe pash lajme që ka ndodhur një pastrimi i Badovcit nga organizatat jo qeveritare, kështu diçka e mirë, edhe pse si tha edhe njëri nga ato organizatorët, ndoshta do të ishte më mirë me fol për gjëra tjera, jo ende të mbledhin borllak, por diçka po besoj që e keni mirë pritë edhe jo si fakti që Badovci është domethënë baza e ujit që e marrim. Po, është organizata Let's Do It Kosova që çdo herë ka qenë e gatshme që të mbledh vullnetar nga Prishtina, nga vendet e tjera që furnizohen me ujë nga ky liçe, që të bëjnë pastrimin e liçenit, jo vetëm në ditën botërore të ujit, por liçeni duhet të jetë i pastër çdo ditë. Me këtë rast kanë marrë pjesë përfaqësues të ndryshëm të institucioneve të ndryshme, vullnetar, qytetar dhe punëtor të kompanisë rajonale të ujësjellësit Prishtina dhe Badovci tashmë është i pastër. Me që është i pastër, besoj që është vrejt më shumë sasia e ujit, marrë parasysh që shpesh herë kemi komunikuar që bie niveli i ujit. Si ishte gjendja dje? Po, gjendja është e mirë, nuk mund të themi që është në pikën maksimale të mbushjes, por krahasuar gjithmonë me vitet paraprake, sidomos me vitin 2013-2014, kur nivelet e ujit ishin në minimum dhe në atë kohë kishim rezervat e ujit vetëm edhe për një muaj, por tash i kemi kënaqshëm dhe kjo garanton furnizim me ujë të pijshëm deri në fund të vitit 2026. Ju faleminderit shumë për gjitha këto informacione që ndohat këtu në emisionin Folmari. Ne vazhdimisht do të jemi në kontakt për lajme të tjera sa i përket kompanisë rajonale të ujësjellësit. Po, edhe peshojmë që më pak kemi thirrje ose as pak gati sa i përket probleme me ujë, kështu që ju përgëzoj për punën dhe shpresojmë që mos të marrim ankesa e i ftojmë qytetarët të bëjnë kontratat për shërbimet e tyre.
Mos t'i bim vetës mësysh njerë. Se Faleminderit. mirë është edhe furnizimi. Po. Ju faleminderit Po. shumë për kohën. Faleminderit shumë. Ishim pra me zonjën Arjeta Mjekuzën se KRU Prishtinës është një kërkesë që të nënshkruan kontratat për shërbime, jo kontrata për me riprogramu borxhin, po për kontrata që ka të bëjë pra me regjistrimin, me ardhjen, me marrjen e fakturave, regjistrimin e orës etj. Brenda 10 ditëve kur të merrni kontratën duhet ta nënshkruani sepse pastaj ju nalet uji. E pranojmë një telefonat për ditën e sotme. Alo, përshëndetje. Tita, Nga Mirëmëngjes. përna telefononi? me sot që kjo nga Drenosi. Po, i nderuar, çfarë ankese kemi? Po që për shembull që 2 javë det brëllugën i norë dhe kanë morë veç kanë të një shumë, 5-6 shpive jau kanë morën me një traktor edhe këtë në tjera u krejt jau kanë lënë. Në cilin vend? Në cilin lagje i Po që nderuar? aty rruga Ragi Palili. E qartë. Mirë, po e nisim. Marri që ka boj drejtor, marri që zisar që bon që ashtu, veç vjene me brëllugën, e tjera të konë të ajle krejt rënë që 2 javë për një për tretën. Po, Na po e do të njoftojmë. pyesim, po do të pyesim pse ka ndodhur kjo Marrë trenas. brashtë